Disa student nga universitetet të ndryshme ndërkombëtare kanë ardhur për të bërë pjesë e konkursit e interpretuesve Ymer Skënderi, një nga ngjarjet më të rëndësishme artistike që zhvillohet për herë të dytë në Universitetin e Arteve. Në mesin e pjesëmarrësve janë emra të rinj premtues. Moritz Koçibelli dhe Stefan Gottschall kanë ardhur nga Gjermania për të bërë pjesë e garës, duke i dhënë një dimension të veçantë kategorisë e instrumenteve frymore. Unë jam Moritz, kam erdhur nga Gjermani për konkurs në Universitet de Art, edhe po studioj në Gjermani. Po eksperienca shumë e mirë, të gjitha universitet këtu pëlqen mua shumë, edhe piano të gjitha jeni të mirë fare, si kualitetin e Gjermani. I'm from Germany, Berlin. Jam nga Berlini i Gjermanisë. Kam ardhur të marr pjesë në këtë konkurs ndërkombëtar dhe për të provuar aftësitë e mia. Ndihem shumë mirë pasi kjo eksperiencë do të më shërbejë shumë në vitet në vijim. Dhe takimi me çdo student gjithashtu. Për studentët, ky konkurs nuk është vetëm një garë, është një mundësi e artë për të integruar në skenën shqiptare, për të ndërtuar ura bashkëpunimi dhe për të hedhur hapa të sigurt drejt formimit si artist profesionist. Ne përfitojmë një eksperiencë, shohim veten, provojmë veten, shohim nivelin e të tjerëve, sidomos të atyre që studiojnë jashtë, duke qenë se ka dhe student nga universitetet të tjera të Europës. Dhe është një eksperiencë e bukur, ti shikosh nivelet e tyre, të provosh veten, krahasosh veten me ata. Hera ime e parë, domethënë vi nga Gjakova, edhe është një emocion i mirë, diçka re, diçka që duhet mi përjetu. Është një eksperiencë shumë e mirë, kjo e zhvillon shumë një instrumentist, përballja me pjesëtar tjerë, me konkurrent tjerë. Konkursi Ymer Skënderi synon promovimin e talenteve të reja dhe forcimin e rolit të Universitetit të Arteve në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare. Ai po shndërrohet gradualisht në një traditë të re artistike, ku bashkohen kultura, stile, interpretime dhe vizione të ndryshme muzikore. Përveç vlerësimeve financiare modeste, por të kënaqshme që studentët kanë, gjëja kryesore e këtyre çmimeve që ofrojnë konkurset janë pjesëmarrja në aktivitete të rëndësishme, si të luash me orkestrën simfonike të shkollës, apo me orkestrën e OSFA-s, apo me orkestrën Teatrit të Operës dhe Baletit. Nata finale do të mbahet më 4 mars në orën 19 në sallën e koncerteve të Universitetit të Arteve.